Ervis Daka, 38 vjeç, Maksim Koçi, 39 vjeç dhe Ado Xhika, 40 vjeç, janë vënë pranga në Dubai pasi akuzohen se kanë ndihmuar të shumë kërkuarin e drejtësisë Talo Çela në mënyrë që t'u shpëtojë prangave. Të tre ishin shpallur në kërkim si pjesë e dosjes së revanshi edhe për marrjen pjesë në krime të tjera. Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se Daka është një prej personave që ka transportuar dhe i ka siguruar kushtet e nevojshme për jetesë Talo Çelës, si dhe ka luajtur rolin e vëzhguesit dhe informatorit në vrasjen e Kejpikut. 38 vjeçari gjithashtu ka siguruar kushtet dhe mjetet për vrasjen e Arjan Spahiut, ndërsa Koçi akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Kaplanit, si dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e 2 personave të tjerë. Ado Xhika akuzohet se ka ndihmuar personat që kryen atentatin e fundit me snajper kundrejt Ardian Çapjas. Ai gjithashtu ka shoqëruar një gazetar me qëllim intervistimin e Talo Çelës. Tashmë pritet ekstradimi i tyre. Nga ana tjetër nuk ka asnjë gjurmë nga Talo Çela që prej arrestimit të Nureddin Dumanit. Emri i tij lakohet si pjesëmarrës në një cër krimesh, por deri më tani nuk është përballur me drejtësinë dhe ka pasur teori të shumta, qoftë për vrasjen apo vetë zhdukjen e tij.